Kemi kënaqësinë që sërish ta kemi në studio psikiatër Dr. Faton Kudllocin, përshëndetje dhe mirë se erdhët. Përshëndetje, mirë se u gjej. Njëkohësisht edhe drejtor i repartit të psikiatrisë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, kështu që udhëheqni me 6 reparte apo? Po, në klinikën e psikiatrisë. Klinikën e psikiatrisë, kështu që ta rregullojmë pak sa termin. Përndryshe keni qenë edhe herën e kaluar dhe kemi diskutuar edhe për anktin nga klikimet është vrej që ka interesim të madh nga vetë edhe qytetarët e Kosovës, por edhe jashtë me ditë pak më shumë për problemet e shëndetit mendor. Dhe ajo që ndoshta edhe kanë dashur dhe të bisedojmë është edhe depresioni, por edhe çrregullimet e personalitetit. Do doja ta fillonim sot me depresionin sepse shpesh e përdorim ndoshta edhe në përditshmërinë tonë, nuk e di diçka nuk jo mirë sikur në depresion, sikur çka është konkretisht depresioni? Fillimisht dua të përshëndes ju dhe dëgjuesit tuaj, më bëhet qefi nëse ajo që unë kam thënë herës kaluar i ka kontribuar kujdo qoftë dhe secilit prej qytetarëve tonë. Atëherë depresioni është një çrregullim mendor, biles ndër më urgjente të kohëve të fundit. Edhe Organizata Botërore e Shëndetësisë e ka vendosur në vendin e 4 për sa i përket urgjencave shëndetësore në nivel global. Në vendin e 4. Në vendin e 4. Dhe sigurisht edhe rrethonat aktuale jetësore janë ato që ndikojnë krijimin e depresionit në përgjithësi, por ju referuat se ne ndjejmë disponim të ulur, ndonjëherë edhe ndjenjë të pikëllimit në raste të caktuara kur kemi humbje të vendit të punës, divorci, familja e të tjera, por që këto tani mund të jenë shkaktarët e një çrregullimi mendor që në të vërtetë paraqet depresionin, kurse pikëllimi kalimtar ose ndjenja e disponimit të ulur nuk mund të cilësohet si depresion përderisa nuk ka ndikuar në vështirësimin e funksionimit social dhe vështirësinë e kryerjen e punëve të përditshme. E përmendet që në vështirësi të punëve të përditshme derisa nuk na pengon, atë nuk mund ta quajmë depresion, por thjesht pikëllim, zemrim, mërzitje e momentit e gjërave që mund të na ketë ndodhur. Por përveç kësaj, për të na penguar, cilat janë ato simptoma që mundemi me cilësu veten apo të afërmit tanë që është duke kaluar në një depresion? Atëherë, depresioni është çrregullim mendor i cili karakterizohet me disponim depresiv, me ndjenjen e pikëllimit dhe trishtimit të thelluar dhe të zgjatur, i cili shkakton vështirësinë e funksionimit social dhe kryerjen e punëve të përditshme. Dhe përveç disponimit depresiv, personat që manifestojnë depresionin manifestojnë edhe anhedoni. Anhedonia është paaftësia për të përjetuar kënaqësi. Realisht, personat që manifestojnë depresion nuk kanë mundësi që t'i gëzohen gjërave që ju kanë gëzuar më herët, nuk i përjetojnë si të gëzueshme rrethonat dhe personat me të cilët kanë ndjerë kënaqësi nga e kaluara, mandej ndjen lodhje dhe humbje të energjisë, manifestojnë numër të madh të simptomave edhe somatike ose neurovegetative, përfshirë rënien e libidos, pastaj çrregullime në ciklin menstrual të gjenia femërore, dhëmbje të ndryshme ose pengesa të shumta. Tek rënia e libidos, ta themi pak më të kuptueshme edhe për shoqërinë tonë? Tani aktivitetet edhe ndjesitë seksuale janë të ulura. Sepse ka shumë herë që mund kalojnë bashkëshortet në periudha të tilla dhe ka edhe raste kur mund edhe të keq kuptohen edhe nga vetë partnerët apo bashkëshortet. Po, gjithsesi tani do të them edhe kështu. Njerëzit tani janë të prirur që për shumicën e çrregullimeve mendore të cilësojnë si depresion, por realisht depresioni është një entitet i veçantë i çrregullimit mendor, i cili krahas asaj që thash më herët manifeston edhe simptomat të tjera, për shembull oreksi mund të jetë i ulur ose mund të jetë i rritur, gjumi mund të jetë i zvogluar ose mund të jetë i shtuar. Pastaj ankesat e shumta gastrointestinale, por edhe gjenito uretrale, urinare, dhe të gjitha këto janë përveç disponimit të ulur, ato
të cilat e shoqërojnë personin, përfshirë edhe dhimbje të shumta të cilat i manifestojnë, sepse këta persona mund të manifestojnë edhe dhimbje koke, dhimbje të shpindës, dhimbje të kyçeve, më dhimbje të tjera të cilat nuk trajtohen në ndikimin e analgjetikëve ose ilaçeve që përdoren për trajtimin e dhimbjeve, dhe në rastet të tilla zakonisht diagnoza caktohet përmes trajtimit me antidepresant, sepse dhimbjet dhe ankesat të shumta neurovegetative të cilat i ceka kalojnë pas përdorimit të antidepresantëve. Por depresioni nuk është vetëm kaq. Depresioni është edhe më i thellë, sepse krahas disponimit të ulur dhe rënies së energjisë kemi variacione ditore të disponimit, kur personat shumicën e herave manifestojnë pagjumësi, zgjohen shumë herët në mëngjes dhe pjesën e parë të ditës e kanë shumë të rëndë, e kanë të tmerrshme. Domethënë ndjenjë të rëndë të trishtimit, e cila pastaj orëve të pasdites bie në intensitet, por që pjesa e parë e ditës është shumë e rëndë. Mandej, me kalimin e kohës, personat që manifestojnë depresionin zhvillojnë edhe ide të pashpresës dhe të pavlerës, duke qenë se po thellohet depresioni, dhe në rastet më të rënda kur zhvillohet ndjenja e fajësisë, personat fillojnë të manifestojnë edhe ide suicidale, dhe mund ta them që 60% të personave që manifestojnë depresion manifestojnë edhe ide suicidale, dhe 15% e personave që manifestojnë depresion edhe kryejnë suicid. Pra bëhet fjalë për vetvrasjet. E përmendet që depresioni i përmendet disa prej simptomave, por a ka edhe diçka tjetër që ndoshta edhe nuk e kemi fol shumë edhe nuk folet shumë që mundet me qenë depresion? Në parim jo që nuk folet, po ka gjithsesi edhe simptoma të tjera, edhe që do të thoja që janë edhe determinuese për depresionin, sidomos kur flasim për rënien e energjisë, sepse është i çrregulluar aktiviteti psikomotor. Në disa raste aktiviteti psikomotor është shumë i ulur, personat kanë lëvizje të pakta, pastaj flasin pak, kanë fjalor të varfruar, flasin me zë të ulët. Çrregullimi në të menduar është asisoj që këta persona manifestojnë të menduar të ngadalësuar, biles në pyetje që ju parashtrohen japin përgjigje pas një pauze të shkurtër, dhe shumicën e herave të menduarit është i preokupuar me situatën e cila ka quar drejt zhvillimit të depresionit, për shembull në qoftë se personi ka humbur një antar të familjes, ose ka humbur vendin e punës, ose ka pasur divorc së fundmi, do të thotë të menduarit është i preokupuar me këtë lloj mendimesh, por mund të ndodhë që të mendoj aktiviteti psikomotor të jetë edhe i shtuar, dhe këta persona nuk kanë aftësi në disa raste kur manifestojnë depresion, nuk mund të qëndrojnë ulur. Ka nevojën e vazhdueshme për televizor, që shumicën e herave për profesionistët e shëndetit mendor shkakton vështirësi në diagnostikim, sepse ka raste kur mund të përzihet me ndikimin e ilaçeve apo edhe me çrregullimin e ankthit, por përveç nevojës së vazhduar për televizor ose pa aftësisë për të qëndruar ulur, këta persona shpeshherë i fërkojnë duart dhe manifestojnë simptoma të shumta somatike. Do të ndalesha nëse më lejon edhe për shkaktarët më të shpesh, për këtë arsye edhe kush janë shkaktarët më të shpesh, por edhe pastaj du shumë edhe mos ta ngatrojmë, se ndonjëherë duke dashur me ndihmu personin që veç se po kalon depresion, ne si familjar apo si shoqëri mundohemi me fjalët që je bo shumë demel, çka u bo kështu me tu, çu demel, veç po rin shtrit, e përkeqësojnë më shumë situatën depresionin në këtë rast, nëse i drejtohemi me këto fjalë. Po në parim do të falenderoja për pyetjen, sepse njerëzit tonë janë të prirur ti drejtohen familjarit të tyre, nuk e asgjë, ti mundesh, je më i fortë se kaq, por në parim depresioni është më shumë se aq, është ndjenjë e thelluar e pikëllimit dhe ndjenjë e trishtimit të vazhdueshëm. Kështu që ne duhet ti mbështesim personat që manifestojnë depresion, dhe
do të këshilloja dhe rekomandoja që secili person që manifeston një disponim depresiv të zgjatur me ndjenjen e thelluar të piklimit dhe ndjenjen e vazhduar të trishtimit të kërkoj ndihmë të profesionistët të shëndetit mendor. Dhe kjo është gjëja më e duhur edhe më e lehtë, edhe pse ndonjëherë në mendimet e para në duket e rëndë për shkak edhe të paragjykimeve, stigmatizimit të shumë çka që është folur për psikiatrin, por se si të lehtësohen këto simptoma është gjëja më e bukur që mund të ketë ndodhur kur në këto momente ti ju ke drejtu edhe personelit shëndetësor dhe psikiatrëve. E përmendët disa nga shkaqet që munden me çu deri tek depresioni, po cilët janë ata shkaktarët kryesorë, çfarë thot psikiatria? Tani, në parim ne jemi duke folur për depresionin madhor, sepse depresioni unipolar, ashtu si jemi mësuar ne psikiatrit ta quajmë, mund të jetë ajo periudha kur personi manifeston vetëm disponimin depresiv, sepse kemi tani klasifikimet e fundit, çrregullimet afektive i ndajnë në çrregullimet unipolare dhe bipolare, dhe çrregullimi unipolar personi manifeston vetëm depresion gjatë gjithë kohës dhe ekziston edhe një periudhë ose një gjendje tek e cila personi manifeston simptoma të cilat i përmendëm, por me intensitet më të ulur e që zgjasin së paku 2 vjet, që quhet çrregullimi distimik, por depresioni në përgjithësi ndahet në depresionin e lehtë, mesëm dhe të rënd. Ne po flasim për depresionin e rënd, depresionin madhor, sepse depresioni në fazat e avancuara mund të manifestohet edhe me çrregullime psikotike, me çrregullim deluzional, i cili kryesisht lidhet me të ardhmen, sepse personat kanë ide të pashpresës dhe të pavlerës dhe të ardhmen e shohin të gabuar. Doktor, të ndalesha pak këtu, sepse ndonjëherë edhe po jemi pak sa konfuz. Është thënë që në ato se edhe ky interneti dhe inteligjenca artificiale ndonjëherë na ngatron shumë. Ankthi është thënë që çdo herë janë mendimet për të ardhmen, ndërkaq depresioni për të kaluarën. Në këto raste, pse edhe për të ardhmen personat me këtë depresionin, do thotë, unipolar e shfaqen. Nuk e di kush e ka thënë në të kaluarën, por e kaluara mund të ndikojë në zhvillimin e depresionit, kjo po gjithsesi, por jo mendimet për të kaluarën të shkaktojnë depresion, sepse në parim në qoftë se i referohemi teorisë kognitive, për shembull, këtu kemi një triad në të cilën është interpretimi i gabuar i vetvetes, interpretimi i gabuar i ngjarjeve dhe interpretimi i gabuar i të ardhmes, sepse personi që manifeston depresionin, në qoftë se interpreton gabimisht vetveten, do të mendoj se gjërat janë keq sepse ai është i keq. Në qoftë se ka interpretim të gabuar të ngjarjeve, atëherë ngjarjet gjithmonë ka qenë kështu të këqija. Nuk është se ka ndikuar e kaluara ose e ardhmja, por personi depresiv ka interpretim të gabuar të ngjarjeve. Mund ta quajmë që është veten si të pavlerë apo si shkaktar të problemeve? Gjithsesi, e thash edhe më herët, në momentin kur personi fillon me manifestuar ndjenjen e fajësisë, atëherë pikrisht kjo, e sheh veten e ul vetvlerësimin, kemi rënje të vetvlerësimit dhe si rezultat i rënjes së vlerësimit për vetveten, personi kjo e shpije personin drejt zhvillimit të ideve suicidale, dhe personi që manifeston ndjenjen e fajësisë në këtë rast ose vetvlerësimit të ulur do të shkojë më lehtë drejt zhvillimit të ideve suicidale, për vetë faktin se ai mendon që po mos tisha unë, gjërat do të ishin më mirë. Po mos tisha unë kështu i sëmur, laurës nuk do t'i ndodhte diçka e keqe. Do të thotë kemi interpretim të gabuar të ngjarjes, të vetvetes dhe të ardhmes. Shumë herë kemi dëgjuar, unë kam dëshirë çdo herë në emisionet tona të jemi kështu të drejtë për drejtë, ajo çfarë flitet në familjet tona ta flasim edhe hapur. Këto pyetje natyrisht i bëj për dëgjuesit, shiquesit tanë. Për shembull, shumë herë kemi dëgjuar që personat kur nuk ndihen mirë e që në të shumtën e rasteve janë edhe në depresion, thonë që unë më mirë të kisha vdek, më mirë mos kisha qenë në jetë, më mirë Zoti më marr shpirtin. Do thotë këtë munden me qenë jo në nervoz, po kur të shpesh ta bëhen këto fjalë, duhet jemi të kujdesshëm nëse familjarët tani dëgjojmë shpesh duke thënë këtë fjalë të flasim me ta, t'ju propozojmë të këshillohen me mjek. Sigurisht. Përderisa i referohemi faktit se personi që manifeston
depresion, ka disponim depresiv dhe ndjenjen e trishtimit të vazhdueshëm dhe të thelluar, atëherë gjithsesi që do t'i manifestoj dhe do t'i shpreh me fjalë ato siç e thatë edhe ju, dhe në këto raste unë do të apeloja tek të gjithë në qoftë se ka një familjar që shprehet në atë mënyrë ose manifeston shenja të thelluara të depresionit, të mos e neglizhojnë, të mos e anashkalojnë, sepse realisht drejtimi në këtë formë është ndjenja për ndihmë, ose kërkesa për ndihmë. Pra në një farë forme, ata sikur po kërkojnë tërthura si ndihmë prej neve që ndihmom unë jam këtu. A ka raste kur a trashëgohet depresioni? Okej, po. Ndër faktorët kryesor janë faktorët gjenetik ose trashëgues, sepse thuhet që deri në 15% të rasteve ose 15% është më e madhe mundësia që një person i cili ka patur në familje, një person që më herët ka manifestuar depresion të manifestojë edhe vetë depresion, gjithsesi më të mëdha janë mundësi që një person të zhvilloj depresionin në qoftë se e ka patur në familje një person që ka abuzuar me alkohol, që ka qenë i dhunshëm ose që ka përjetuar trauma në fëmijërinë e hershme. Thuhet gjithsesi që në rastet në të cilat personi ka humbur njërin nga prindrit para moshës 13 vjeçare, mundësia për të zhvilluar depresionin është më e madhe dhe depresioni mund të shfaqet në të gjitha moshat, po më e mundun është të shfaqet prej moshës 20 deri në moshën 50 vjeçare, shumë më rrallë është mas moshës 60 vjeçare dhe në këto raste është depresioni involutiv ose depresioni i pleqërisë. Në shkaktarët tjerë janë neurotransmiterët, do të thotë personat të cilët manifestojnë depresion kanë nivele të ulëta të serotoninës dhe të dopaminës, mandej edhe ndryshimet neuroanatomike në tru, sepse tek personat depresiv lobi frontal ka aktivitet të ullur. Faktorët tjerë janë faktorët hormonal, sepse kemi hiperaktivitet të boshtit hipothalamo-hipofizo-adrenal, që ndikon në rritjen e tajimit të kortizolit, duke ndikuar pastaj në rënien e tajimit të hormoneve të tjera, siç janë hormoni tireostimulues, hormoni luteinizues, hormoni rritjes e të tjera. Mandej dhimbja, përjetimi i dhimbjes trupore, në rastet kur personi vuan nga ndonjë sëmundje e rëndë fizike dhe përjetimi i dhimbjes për një kohë të zgjatur mund të shpije drejt zhvillimit të depresionit, patjetër që edhe marrja e informatës se vuan nga ndonjë sëmundje e rëndë mund të shpije drejt zhvillimit të depresionit. E përmendet që kryesisht shfaqet në moshën 20 deri në 50, rralla janë ato kur edhe në 60. I shfaqen simptomat njëjtë sikur 20 vjeç, sikur 50 vjeç? Pa i person, po, e them këtë edhe nga përvoja ime klinike dhe përvoja nga puna ime përditshme me klientët tanë, që simptomat të depresionit janë të njëjta si në moshën 20 vjeçare, si në moshën 50 vjeçare, gjithsesi që këtu mund të ndikoj edhe në aspektin psikodinamik një superego rigjide, në qoftë se ne jemi rritur në një familje me norma strikta etike dhe morale, kur jemi shortuar vazhdimisht do ta zhvillojmë një superego rigjide e cila pastaj do ta shërtoj personin dhe do të arrit mundësinë për të zhvilluar një çrregullim depresiv në të ardhmen. Dhe me sa po shoh me emisionet prej fundit janarit që po i realizojmë, gjithçka fillon nga fëmijëria jon, ajo se çfarë ne jemi sot. Dhe për këtë arsye gjithë ata që po na dëgjojnë dhe kanë fëmijë, të lutem të jenë të kujdesshëm se si sillen edhe me familjarët tjerë përballë fëmijëve tyre, sepse kjo do të lënë pasoja shumë të mëdha kur të rritemi pastaj, kur të rriten faktikisht se ne veç jemi rrit. Por për këtë arsye dhe shpesh edhe përmendim atë fjalën çdo kush e ka atë fëmijën e vogël brenda vetës, atë vetën e vet të vogël që ndoshta shumë herë edhe prej traumave të shumta nuk janë trajtuar këto raste. Po a ka dallime, sepse ndonjëherë kemi ndëgjuar që tek meshkujt është më i rënd apo tek femrat, apo depresioni shfaqet njëjtë, si te mashkujt edhe tek femrat? Po tash më i shpeshtë është te femrat në raport 2 me 1. Gjithsesi
te femrat simptomat mund të jenë më të shprehura se sa të meshkujt. Pse te femrat më të shprehura kur femrat më çojnë, më nxjerrin jashtë? Absolutisht, pikërisht dhe kjo e bën që të jenë më të shprehura, më të dukshme, por mundësia për të zhvilluar dhe realizuar suicidin në bazë të ideve suicidale është më e madhe tek mashkujt se sa te femrat. Se mashkujt vendosin më shumë dhe kanë mundësi ose qasje më të lehtë metodat ose mjetet më të dhunshme. Dhe do të apeloja nëse më lejoni tek personat tek familjarët e personave që manifestojnë ide suicidale të kenë kujdes kur personi fillon të trajtohet me terapi, sepse zakonisht personat e kërkojnë ndihmën e psikiatrit dikur vonë, kur simptomat janë bërë shumë të rënda dhe shumë manifeste. Në ato raste, atëherë ndikimi i terapisë nuk është i menjëhershëm. Zakonisht antidepresantët e shfaqin efektin e vet terapeutik pas 2 javë gjysmë ose 3 javë, dhe kur fillon përmirësimi, atëherë është rreziku më i madh në realizimin e suicidit. Dhe këtu do të apeloja që kur personi ka filluar të trajtohet, në një periudhë deri në 8 javë të jetë në mbikëqyrje ose vëzhgim të vazhduar të familjarëve të tyre, për faktin se për të kryer suicid nevojitet një fuqi. Po flasim për vetvrasjet. Kur personi fillon po përdori termin suicid vetvrasje. Unë qëllimisht po e përmendi për shkak që edhe me kuptu, me qenë e çastshme për gjithë, sepse është ka qenë në rritje numri edhe në vendin tonë, të ndonjëherë duke dashur me ndihmu, ndoshta mundemi edhe me ngatru edhe me rëndu situatën më shumë. Po, dhe do të thotë tani do të mundohem ta them edhe figurativisht atë ndjenjen e trishtimit. Do ta ndërlidhim me këtë që sapo e thash për faktin se nëse personi ka filluar të përmirësohet, atëherë e rrit fuqinë dhe rritja e fuqisë edhe fizike e rrit rrezikun për të realizuar vetvrasjen. Dhe sidomos duhet të kenë kujdes orët e hershme të mëngjesit, sepse parashihet që personat që manifestojnë depresion shumicën e herave në orët e hershme të mëngjesit e kanë rrezikun më të madh për shkak se të menduarit është i çrregulluar në atë formë dhe ndjenja e tmerrit të cilin e manifestojnë është aq e madhe sa që ai nuk mund t'i bëj ballë që edhe në ditën e ardhme të përjetoj tmerrin të cilin e ka përjetuar një ditë më herët. Pse është mëngjesi, se kemi dëgjuar që kortizoli është më i rritur në orët e hershme të mëngjesit. Pse ndodh kjo? Sepse ankthi është më i madh mandej. Po kthehemi një temë mjaft të ndjeshme dhe mjaft të rëndësishme, përmenda që 15% të rasteve përfundojnë edhe me vetvrasje, kështu që nuk është diçka për t'u lënë anash apo për të na menjanu, duhet të trajtohet shumë seriozisht, natyrisht nga vetë njohësit, nga vetë ekspertët, mos mundohen, du ta potencoj edhe faktin që në shoqërinë tonë shumë herë shkojnë pa dashur me fy as fe, as një gjë tjetër, po me u fry te falltor të ndryshëm, te diçka, kështu që këto gjëra duhet t'i lëmë anash sepse munden me rëndu edhe me keqësu edhe më shumë. Dua të kthejmë fëmijëri, se përmenda më herët ajo fëmijëria jonë gjithçka po ndikon kur ne po rritemi sot. Të flasim pak për fëmijërinë tonë të hershme dhe kur të rritemi depresioni. Atëherë, jo vetëm depresioni, po shumica e çrregullimeve psikike, sipas konceptit psikodinamik, e ka bazën në njërin nga fazat e hershme të zhvillimit psikoseksual, dhe ato janë 5 faza. Në qoftë se ka ndodhur fiksacione në ndonjërin nga këto faza, atëherë kur personi të rritet, në momentet e para kur ndodhet para vështirësive të caktuara, mund të kthehet, të regredojë në fazën në të cilën ka ndodhur fiksacioni dhe t'i zhvilloj simptomat të cilat janë implantuar qyshherët. Për shembull, në qoftë se flasim për depresionin, atëherë e kemi fazën orale. Dua t'i përmend tani të gjitha fazat e hershme të zhvillimit psikoseksual, është faza orale, faza anale, faza fallike, faza latencës edhe e adoleshencës. Faza orale është faza ndoshta ndër më të rëndësishme, sepse është kontakti i parë që fëmiu e bën dhe ajo është nëna, trupi nënës, gjiri nënës. Dhe fëmiu kur ka nevojë të ushqehet, nëna duhet jetë aty afër dhe
Përveç që duhet që t'i ofroj edhe ngrosin trupore e cila i nevojitet. Në qoftë se tani nëna mungon për çfarë dush arsye, për shkak të punës ose ka raste edhe kur nënat edhe humbin jetën gjatë lindjeve dhe fëmiu. Ka raste kur edhe dëshirojnë me ushqy artificialisht, po, në mënyrë ka natyrale. raste të shpeshta edhe në këto raste, për këto gjëra do thotë. Atëherë është shumë e mundur të ndodhë fiksacioni në këtë fazë. Dhe faza orale mandej është faza ku pretendohet se në qoftë se ka ndodhur fiksacioni do të çka nuk kuptoj me fiksacion, kështu ta kemi pak më do të thotë në qoftë tani, po, mirë, faleminderit për pyetjen. Në qoftë se një nën kujdeset për fëmijën e vet, i jep gjë me rregull, i ofron ngrosin trupore me rregull, mundohet dhe jep maksimumin e vet që fëmiu i vet në 6 mujorin e parë të lindjes, pas lindjes, të jetë sa më i sigurt, atëherë fëmiu nuk do të zhvilloj fiksacion. Do të zhvilloj pa probleme këtë fazë. Por në qoftë se nëna, për çfarëdo arsye, do të mungoj, ose nuk do të ketë mundësi t'i ofroj ngrosin edhe trupore, edhe emocionale, po edhe dhënien e gjirit fëmijës të saj, do të ndodhë fiksacioni. Dhe nëse ka ndodhur fiksacioni, çka zhvilluar në këtë fazë? Në këtë fazë zhvillohet frika e ndarjes nga objekti, sepse nëna nuk është aty, fëmiu do të zhvilloj frikë, e cila pastaj më vonë do të shpije në zhvillimin e qarkullimeve të psikike e në këtë rast depresioni, sepse ka ndodhur fiksacioni, nuk është zhvilluar. Dhe imagjino sa e hershme kjo fazë prej fillimit të ardhes në jetë në 6 mujorin e parë të fitohet. Dhe për këtë arsye është shumë e kujdesshme gjithë ato nëna të reja, megjithëse tashmë nuk ka dhe shumë që jetojnë në bashkësi përpara edhe për me qenë për me u lëvdu ose e kanë lënë fëmijën në anash, lënë se qanë është fëmijë, i zgjënohen, i rritën mushknit, i zgjënohen mushknit, dhe kjo është ajo që sa fatale mundet me qenë kur të rritet. Gjithsesi, po, patjetër janë edhe fazat të tjera, po me qenë se po flasim për depresionin, unë u koncentrova në fazën orale ose të ushqyerit, me gjithë që është shumë e rëndësishme. Jo vetëm kjo fazë, po edhe tërë fëmiria duhet të kaloj me ngrosi. Ka raste kur ne e neglizhojmë sjelljen tonë me bashortën, me mikun, me prindrit dhe me anëtarët tjerë të familjes, ngrisim zërin ose nuk mund të kontrollojmë impulset tona ose sjelljen tonë, dhe lejojmë që jeta jonë sociale të ndikoj në jetën familjare, që për mua si profesionist i shëndetit mendor është e gabuar dhe duhet të kemi shumë kujdes se si sillemi para fëmijëve tanë. E përmendet e fazën tjetër, ti sqarojmë pak edhe këto faza tjera si. Po tani, në qoftë flasim që shembulli tjetër, për shembull faza anale ose faza e kontrollimit sfinkterëve, ajo periudha kur fëmijët mësojnë përdorimin e tualetit dhe nënat insistojnë që fëmiu të tregoj kur ka nevojë të shkojnë në banjo, ose insistojnë që me qenë se fillojnë të lodhen, po supozoj në ndrimin e shpeshtë. Me çdo kusht që me dalë më herët prej pampersave, si pampersave dhe do thotë kjo qenë ka e gabuar në qoftë se ne insistojmë. Është e gabuar. Është e gabuar sepse në qoftë se ne e lejojmë fëmijën që ta kaloj këtë fazë në mënyrën e vet, do thotë ta edukojmë ose t'i flasim, se me fëmijën duhet flasim si me të rriturin. Ta mësojmë, ta edukojmë edhe në përdorimin e tualetit, por ai do ta lë tualetin atëherë kur të ndihet i gatshëm për ta lënë. Jo pse ne insistojmë si prindër. Çfarë mund të shkaktojë insistimi? Tani, në qoftë se unë kam dëgjuar raste shumë të rënda, më vjen keq që ndoshta përmes radios tuaj ose emisionit tuaj ta them, po është të mërshme, të më falin të gjithë, shpresoj nuk do të më paraqitoj dikush, po do ta them se kam dëgjuar raste kur nënat janë lavdruar se si e kanë mbyllur fëmijën në banjo, se nuk ka treguar se e ka tualetin, ose vallai ja dhash një dy në prapani, se nuk tregoj që e kishte banjon, jam lodhur t'u ndru pampersin. Kjo çështje është gjithsesi shumë e gabuar, dhe tani në qoftë se ndodh fiksacioni në këtë fazë, do të zhvillohet qarkullimi obsesiv kompulsiv, pastërtia, larja e shpesh të duarve.
Në qoftë se ka ndodhur fiksacioni në Dhe imagjino mos më na marr mendja asnjëherë se çfarë lidhje mundet me pas kjo kur rritemi. Gjithsesi, po. Dhe faza e tretë ishte Faza fallike. Tani është kjo faza kur kryesisht zhvillohen çrregullimet neurotike, në përgjithësi është ajo faza e kompleksit të Edipit dhe Elektras. Edipi është zhvillohet tek fëmijët mashkujt e djemt, ndërsa kompleksi Elektra tek vajza, do thotë ndodh në atë mënyrë që fëmiu mashkull dashurohet në nënën e tij, por kjo nuk është dashuri si ndaj nënës, është dashuri si ndaj femrës. Është e dashuruar, e ndjen si të dashur të veten, dhe tash imagjinojeni prindi i gjinisë së njëjtë. Baba është i madh, i fuqishëm dhe e ngasmon të dashurën e tij. Ky mundohet ta ruaj raportin e mirë edhe me babën, sepse edhe babën e don. Gjithsesi, por në qoftë se baba tani është i dhunshëm, atëherë do të zhvillohet fiksacioni në këtë fazë. Sepse ka raste kur themi fëmia po xhelozon, s'po na lën me flajt bashkë ose po futet në mes. Do thotë kjo është ajo që Kjo është ajo faza prej moshës 3 dhe nuk duhet të jemi të dhunshëm asnjëherë, por mundohemi të flasim edhe do të mundohemi në këtë fazë që ta ndajmë dashurinë me fëmijën tonë, të dy prindërit, do të thotë jo vetëm njëri, sepse është ajo periudha ti përmendi edhe me mosha, ndoshta është e nevojshme. Faza orale është në vitin e parë të jetës, pastaj prej moshës 1 deri në moshën 3-3.5 është faza anale, 3.5 deri në 7-7.5 është ose 8 faza fallike. Kjo e përmenda për gjinin mashkullore, po ndodhet edhe kundërta kur vajza dashuron babaj. Po, natyrisht është, përveç dashurisë prindore, është e pashmangshme të kalojë në fazën fallike, të gjithë ne kemi kaluar. Dhe mandej fillon prej moshës 7.5 ose 8 deri në moshën 2-13 vjeçare faza e latencës, kur fëmijët nuk kanë interesim asnjë gjë veç për veten, për simpatitë e tyre në shkollë dhe për preokupimet në lidhje me mësimin. Baba, nana, anëtarët e familjes janë shumë pak interesantë. E këtu na duket fëmiu që u rrit. Po. Rrit ky pak po lazrohet, siç e thot. Gjithsesi, do të thotë është i preokupuar me vetveten. Dhe mandej faza edhe ndoshta më e rëndësishmja jetësore është faza e adoleshencës, kur në këtë periudhë fëmiu i gjinisë femërore do të thotë, do t'i bëj pyetje vetes patjetër, unë jam fëmijë, do të bëhem grua, po kujt do t'i ngjaj? Në qoftë se nëna nuk ka qenë modeli i duhur, atëherë fëmiu do ta kërkojë një model tjetër. Dhe në qoftë se i duhet ta kërkojë një model tjetër, gjithsesi që do të ndodh fiksacioni dhe e kundërta do të bëhem burr, po do t'i ngjaj babës, në qoftë se baba ka qenë modeli i duhur gjithsesi. Dhe në qoftë se nuk ka ndodhur fiksacioni, po nuk ka veç fiksacioni. Adoleshenca me ritmin e të cilin po kalon bota sot manifestohet me telashe të shumta, përdorimi i alkoolit, substancave të ndryshme psikoaktive dhe meqense se jemi te depresioni, do ta potencoj patjetër se edhe abuzimi me alkoolin dhe abuzimi me substanca psikoaktive mund ta zhvillojë depresionin. Pra të jemi të kujdesshëm në këtë periudhë. Dhe për fund fare, dhe pse koha shumë e shkurtë, një temë shumë e gjatë, po besoj që do të kemi sërish, kemi insistuar shumë, e dim që keni shumë obligime, por besoj që sërish do ju kemi, sepse do të vazhdojmë me emisionet e problemit shëndetit mendor për shkak të interesimit të madh të dëgjuesve. Po të premtoj publikisht se do të vi prapë. Faleminderit shumë dhe me të vërtetë shumë e mirëseardhur dhe kur shohim mesazhet shumëta që nuk kanë mundur me folën publik apo me ndëgjuar që Laura sa të nevojshme janë këtu, edhe nga njerëz që ndërta nuk na kishte marrë mendja që po ballafaqohemi me problemet e shëndetit mendor. A ka shërim depresioni? Po. Depresioni ka shërim. Për fat të mirë, sot edhe në Kosovë kemi numër të konsiderueshëm të ilaçeve për trajtimin e depresionit ose antidepresantëve. Do të apeloja tek të gjithë qytetarët, tek të gjithë dëgjuesit tuaj, po edhe të gjithë populata, se përdorimi në fakt të kërkojnë ndihmë për trajtimin e depresionit, sepse trajtimi me antidepresant nuk shkakton varësi. Asnjëri nga antidepresantët nuk shkakton varësi. Dhe është shumë e rëndësishme kur të fillohet trajtimi me një antidepresant,
doktori, me qenë se ne në Kosovë aktualisht nuk e kemi të mundur të bëjmë një analizë për të përcaktuar aspektin gjenetik të ilaçit i cili do të jetë i duhur për personin, por zakonisht shkojmë sipas linjës ilaçeve në radhë parë do ta përmendje citalopраmin për shembull, mund të ndodhë që citalopрami si antidepresant mos të jetë i qelluari për mua. Por terapeuti do ta merr periudhën deri në 6 deri në 8 javë dhe ta ndroj antidepresantin, sepse njëri prej antidepresantëve do e mos do të jetë i qelluari. Dhe në qoftë se është i qelluari dhe ka ardhur deri tek përmirësimi i gjendjes, unë apeloj të mos ndërprehet marrja antidepresantit bile për 6 muaj, sepse 6 muaj parashihet që është ajo periudha e nevojshme për të trajtuar me një antidepresant, sepse po flas për shembull si vepron një antidepresant në mënyrë që qytetarët ta dinë pse është i nevojshëm trajtimi me antidepresant. E tham më herët se një ndër shkaktarët, ndoshta edhe kyç për zhvillimin e depresionit janë vlerat e ulta të serotoninës, dopaminës dhe neurotransmiterëve tjerë. Dhe këto ilaçet antidepresante janë ilaçe që ne i quajmë SSRI ose SNRI, janë ilaçe që quhen ndryshe edhe bllokues selektiv të receptorëve rimarrës të serotoninës, do të thonë përmes bllokimit të këtyre receptorëve e parandalojnë ose pengojnë humbjen e serotoninës dhe përpasoj vjen deri tek rritja e nivelit të serotoninës në gjak që do të shpije drejt përmirësimit të gjendjes. Për këtë arsye është e nevojshme që ilaçi të përdoret në periudhën e caktuar kohore, 3, 4 deri në 6 muaj, por gjithsesi duhet ta marrim në konsiderat që ilaçi antidepresanti nuk e shfaq efektin e vet terapeutik pa u bë 2 javë ose 3 javë. Pra me një fjalë, po e shoh që po na bën thirrje gjithëve ata që kanë nevojë dhe që do ta fillojnë mos të zhgënjehen, mos të jenë pesimist në atë fazë ku nuk po ka efekt jom tu e pi, po të kem pak durim derisa edhe ta jep rezultatin vet medikamenti. Por edhe një të themi një thirrje dhe një lutje, po. Duhet të ndërhyj këtu edhe këtë se ndjej të nevojshme, se mund kush nga kolegët që nuk jam psikiatër të ma shoh për të madhe se nuk e potencoj. Përveç terapisë medikamentoze, rol shumë të rëndësishëm në trajtimin e depresionit ka dhe psikoterapia. Ekzistojnë metoda të ndryshme psikoterapeutike që mund të përdoren në trajtimin e depresionit. Ku këtë të martë që do të vije, do ta kemi edhe psikoterapistin Petrit Taqin dhe pikërisht do të flasim për psikoterapinë edhe për depresionin, kështu që do të kujdesemi. Por tek medikamentet, një thirrje që mos të abuzojmë me antidepresivët, asnjëherë mos të mirret pa përshkrimin e mjekut apo jo, sepse mundet ndoshta edhe të na bëjë edhe më keq dhe mos ndërprehet në afatkohë të paktën 6 muaj. Sigurisht e thash edhe më herët që edhe kur e përshuan profesionisti mund të mos jetë i qelluari, sepse sikur është edhe përdorimi i antidepresantëve është i njëjtë ose reagimi i tyre sikurse edhe gjitha ilaçeve tjera. Për shembull kur na dhëm koka, ne jemi mësuar të them dikujt përdorni paracetamol ose dikujt i kalon dikujt jo. Unë për shembull jam alergjike paracetamol. Dikush thotë mu veç brufeni ma kalon, një tjetër veç kafetinin, një tjetër veç ai pluri. Edhe diçka doktor të antidepresivët përveç se mos ta ndërprejnë para 6 muajsh, më duket me të dëgjuar kam edhe nga përvoja e sulmeve të panikut, ankthi që e kam përdorur, nuk duhet të ndërprihet kështu me një herë, po duhet të shkojë gradualisht të ndërprerja. Po. Sepse simptomat mund të kthehen. Pyetje shumë e qelluar, gjithsesi, jo që mund të kthehen, po mund të kthehen edhe më të rënda se që ka qenë. Dhe pastaj zhvillohet një rezistencë shumë e zorshme të gjendit një antidepresant ose një ilaç që do të rikuperojë ose do të stabilizojë. Po, dhe shumicën e herave, këtë e them me siguri të plotë edhe nga përvoja ime e përditshme, se njerëzit janë të prirur të ndërprejnë ilaçet. Dhe nuk janë të rralla rastet kur janë këshilluar nga familjarët e tyre, po edhe nga profesionistë tjerë shëndetësor, po edhe në barnatore ose edhe nga ndonjë
profesionist tjetër i shëndetit mendor, ndërprej ilaçin se s'ki nevojë ti për te. Fatkeqësisht e thot këtu edhe familja tash je më mirë, çka po duhet me pi, merru me aktivitet fizik, shko këtu, shko në ushtrime, të kalon, leni këto, sepse merr pak zemër, shë vetëm pak që po përmirësohet dhe i duket që ka mbaruar gjithçka. Derisa po tregoni që me ndërprej kështu automatikisht mundet me qenë edhe më e rëndë se sa që ka qenë. Edhe antidepresanti nuk është antipsikotik. Do të thotë nuk është ilaç që duhet përdoret tanjetën dhe nuk shkakton gjithsesi si gjitha ilaçet tjera mund të ketë efekte anësore, po duhet merren me kujdes. Për shembull, nëse fillon të përdor një antidepresant, duhet mos përdoret në lugë të zbrazët, që të gjitha antidepresantët preferohet që të merren me bukës e pas bukës, që të merren në afatin e caktuar kohor dhe në rastet kur nuk vërehet përmirësimi pas fillimit të përdorimit të një antidepresanti, qytetari nuk duhet ose pacienti nuk duhet që të dëshpërohet, sepse mund të ndodhë që të mos ketë qenë antidepresanti qëlluar, po pas një periudës 6 javore, terapisti e ndryshon antidepresantin dhe sigurisht që një antidepresant tjetër do të ndikojë pozitivisht. Pra duhet kemi pak sa durim. Doktor, faleminderit shumë që ishit me neve. Faleminderit juve, ishte kënaqësi.